me pak mizë, por mos e ke bën ndarjen me aq pak mizë. E si ka arrit Bleta me bo mbretreshën e mirë, me i fjalë nuk del mbretresha e mirë. Me aq pak mizë sa e ke bo. Po puna është kur unë bëj ndarje, se po a them te këtu live, kur bëj ndarje marr një koloni që është ose nga ato 2 kaç që kam tregu, ose nga këto që janë i kat, po që janë me 10 rrugë mizë, që të ketë sa më shumë mizë, me fjalë të jetë kolonia sa më e fortë, sa më e shëndetshme. E marr mbretreshën nga kolonia aty, me 2-3 korniza tjera, ose me 2 korniza dhe e largoj e fus me një nukleus të vogël. Dhe të aty, të koshirja që do rrije pjesa tjetër, me fjalë 7 kornizat e tjera, marr aty t'ja heq pjelljen ditore, mund t'ja kalojnë për ka një procedurë pak gjatë kjo pjesa si unë ja bëj paktën me këto mënyrat e mia, se më dohen ta zgjedh mbretreshën nga ato koloniat që më pëlqen, që është mbretresha që dalin mbretresha të mira. Edhe nëse ka shumë pjellje ditore, mundohem t'ja heq pjelljen ditore, ta dhurej tek një koloni tjetër, edhe aty të le vetëm pjellje të vulosur ose blet të reja që sapo janë të dalë, edhe të marr një kornizë që ka pak pjellje ditore, edhe t'ja vendos. Që bleta mos fokusohet me i ushqy gjithë pjelljen ditore, po të më afrohet e të mblidhet aty ku duhen, edhe të mbëje çibuk aty ku duhen, te kornizat që duhen. Se disa nga ju jeni to e kuptuar që jam të thonë. Dhe edhe kështu funksionon. Ajo është në 7 rrugë mizë, është super e fuqishme. I vendosu një kornizë që ka pak pjellje ditore, ajo aty do shkojë dhe do bëjë çibuk, se nuk i ngren dot çibuk te kornizat tjera, se tjera do se janë me pjellje të vulosur që sapo ka dalë dhe nuk ka bën mbretresha pjellje, ose janë të vulosme, edhe atje nuk e harxhen me shku me bë qumshtin. Ato qumshtin e fokusojnë komplet tek ato pjellja ditore që i kanë vendosur unë, tek ato pak pjellja ditore që është, edhe aty mi bëjnë çibuk edhe i mbushin plot me qumësht. Edhe dalin super mbretresha. Edhe tani në tetor. Se shumë nuk e kuptojnë se si funksionon. Nuk më pyesin si ja bën, si doli e mirë, po vetëm thënë jo, nuk bën se e ke nda me pak mizë, nuk del mbretresha e re. Kështu që nuk e kuptojnë thelbin se çfarë pune bëhet para se të arrijmë atje, se kur ju e shihni të ndame ose që ua tregojnë me pak mizë, plus që ajo që ka më pak mizë, prandaj u lash në fund atë. Po shumë hyjnë e thonë jo, nuk bëhet se është me pak mizë, nuk del e mirë, nuk e kuptojnë se çka kanë bëhen më përpara, ose nuk më pyesin që t'ua shpjegoj, që ta kuptojnë. Po jo, thotë hyjnë nuk bën se